Matematika 9, tema ushtrime për përforcimin e njohurive. Jepet problema. Altini mori 3.000 lekë për një vit nga kursimet prej 48.000 lekësh. Sa ka qenë përqindja e interesit që i ka ofruar banka? Pra, nga problema kuptojmë që Altini ka depozituar në bankë një kapital prej 48.000 lekësh, për një vit ka fituar ose interesi bankar që ka marrur ka qenë 3.000 lekë. Atëherë, duhet të gjejmë se sa përqind ka qenë interesi që i ka ofruar banka. Atëherë, shkruajmë të dhënat, interesi është 3.000 lekë, kapitali, pra shuma lekëve që ka futur është 48.000, përqindjen nuk e di. Atëherë, kemi thënë për interesin bankar, kur depozitat ose kapitali futet në bankë për periudhë kohore në vite, atëherë formula për llogaritjen e interesit do jetë P herë K herë T për mbi 100, pra përqindja e bankës herë kapitalin e futur në bankë herë afatin kohor në vite. Kur afati kohor jepet në muaj, atëherë interesi në këtë rast në muaj llogaritet me formulën përqindje herë kapital herë muaj, pra numrin e muajve për mbi 1200. Në rast se e futim për afat kohor në ditë, atëherë interesi bankar do të jetë përqindje herë kapital herë numrin e ditëve për mbi 36.000. I kthehemi problemës tonë, atëherë afati kohor për problemën tonë është në vite. Atëherë, nga formula I-a baraz me P, K, T për mbi 100, do të veçojmë përqindjen P, sepse ajo pra në duhet për të gjetur. Atëherë, P-ja nga kjo formulë dele barabartë me 100 shumëzuar për interesin për mbi K herë T, pra kapital herë K. Gjejmë vlerën e përqindjes. Atëherë, përqindja baraz 100 shumëzuar për interesin që e kemi 3.000 për mbi kapitalin 48.000 herë 1 që është numri I viteve, pra fitimi për një vit. Atëherë bëjmë thjeshtimet e nevojshme, kryejmë pjestimin dhe del 6/25%, pra është përqindja që i ka ofruar banka Altinit. Shohim një situatë tjetër problemore ndryshe nga ajo e para. Çmimi i një malli pasi ul 40% u bë 570 lekë. Sa ishte çmimi para uljes? Atëherë, çmimi I mëparshëm do ta shënojmë me x sepse nuk e njohim, që përbën në përqindje 100%. Ulja e çmimit është 40%. Çmimi I ri është 570 lekë, por që në përqindje e kemi 100% që është çmimi fillestar minus 40% që është ulja, atëherë barazi me 60%. Pra, çmimi I ri është sa 60% e çmimit fillestar dhe në lekë, në sasi lekësh është 570 lekë. Atëherë, gjejmë 60% e numrit x, pra 60% e shumës fillestare, ose e çmimit fillestar, është I barabartë me 570. Gjejmë vlerën e x, pra, kthejmë përqindjen në numër dhjetor 0/60 shumëzuar për x barazi me 570. X-i deli barabartë me 950 lekë, pra çmimi para uljes ishte 950 lekë. Për detyrë, ushtrimin 2 dhe 7, faqe 285.